Mirëmëngjesi, sot do bëjmë gati bashk, do bëj një make-up dhe do flasim për çdo pyetje që keni juve. Ju kam bërë një pyetësor në Instagram dhe ju keni shtruar pyetjet e juaja dhe t'ju japim përgjigje sot, ndërkohë që bëj një make-up. Si fillim, kam bërë dermaplaning, pra kam hequr pushin e lëkurës, por nuk e sugjeroj ta bëni të gjitha. Dhe mbrëm në darkë, kam kapur një gërshet kështu, që të më bëhen pak flokët dreva. Shpresoj mos bjerë shifë. Fillojmë me kujdesin ndaj lëkurës me këtë produktin këtu, toniku nga Centella dhe të ndihmon shumë në balancimin e pH-it dhe yndyrës. Sot e kam larë fytyrën me një larës të butë, gentle. Okej, ta provoj pak një gentle cleansing, sepse kam pas pak probleme të drejtën me yndyrën këto kohë, ose ndoshta e kam nga hidratanti, po hidratantin e kam nga number 7 për fytyrën time, pra për llojin e fytyrës time. Pra është e lehtë, është hidratues dhe është për oily blemish prone skin. Edhe kam përshtypjen mos më vjen nga fakti që kam një larës shumë të fortë për përditshmëri dhe ma than lëkurën, se nditë të tërhequr lëkurën kur e laj me Centellën, dhe thash, ok, po jap një shans pastruesi lëkure më gentle. Që të keni fytyrë të pastër në mëngjes, duhet patjetër të keni skincare-n e darkës të bërë. Tani shënon ora 5 e mëngjesit dhe fëmijët e mi janë në qumë dhe unë jam këtu për të bërë vetëm këtë video. Sot do mundohem të shmang produktet me niacinamide, pra me niacinamid shqip, dhe do përdor një hyaluronic acid për hidratant, sepse niacinamidi bën që të më rripi lëkura, kështu që sot nuk e duam atë efekt. Sidomos kur e bashkoj me një krem pudër të ritualit, që do ta harxojmë sa e kemi bler. Nuk e di, a keni dhe ju këtë ta harxojmë sa e kemi bler? Se i blen ca produkte hëse janë marke shtrenjtë, hëse do bëjnë punë, po nuk janë më të mira se disa produkte që janë super të lirë. Mundësisht janë dhe më të këqija. Ose kështu mendoj. Se di ç'a ti bëj këtij murit, ka vendos një dritë. Se di, nuk e di pse, kam shumë hije nga brapa dhe nuk po më pëlqen fije. Ne do vendosim hidratantin. Edhe qafën nuk do ta lëm asnjëherë pa i vendosur produkt. Përgatitja e mirë e lëkurës të jep një rezultat të mirë të make-upit. Por nuk dua të lë të pacekur faktin që dhe produktet që do përdorësh kanë të bëjnë shumë, të paktën për fytyrën time. Nëse unë do përdorja një foundation tjetër, nga kjo që përdor, jam e sigurt që do më rripej lëkura. Do marr telefonin tjetër dhe do lexoj pyetjet e juaja, ndërkohë që i lëm pak kohë fytyrës. Po e vë dhe kremin e diellit, nuk e sugjeroj këtë. Të paktën për ne gocat. Nuk e di, bëhet si i bardh, rripet. E dini për çfarë jam e lumtur për fytyrën time, sepse kam arritur që të kem pore të pastra, edhe kam arritur të kuptoj që poret nuk zhduken kurrë dhe ajo fytyra flawless mund të bëhet, po jo pa u duk poret. Pra, unë jam këtu për t'ju kujtuar juve që njerëzit real ekzistojnë. Edhe pa filtra. Pra, kjo video po ingjizohet në telefon edhe më keni 100% pa filtra. Okej, kemi një ring light, se kam parë ca poste të disa gocave që thonë edhe ring lighti është një filter. Okej, diçka do ta bëjmë ne që dukemi mirë. Tani nëse shikoni si ke puçrash te lëkura ime, probleme gocash, do të thënë janë hormonale. Nuk i kam gjithmonë aty. Do vazhdoj me pyetjen e parë, që është sigurisht se u shkëpute nga YouTube-i për një kohë shumë të gjatë. Shiko, do jem reale në këtë përgjigje një. Po, le t'ju tregoj një këtë produktin. Në TikTok Shop e gjeni, pra, nëse futeni te profili im, do gjeni ligjet e produkteve, nëse jeni në Angli gjithmonë, si për emrin tim, po nejse.
Ky është 10/10, super produkt. Kur s'kam gjetë produkt më të mirë se ky Prime. Shkaku numër 1 është angazhimi me fëmijët. Pra, me 2 fëmijë nuk është fare, po fare e lehtë të bësh video YouTube. Pse? Se që kur kam nisur, më shumë jam pa gjumë se sa jam me gjumë. Që dua të them është se YouTube të ha shumë kohë. Dhe fitimi është shumë më i vogël. E di shumë mirë që e bëj për pasion, po ndonjëherë pasioni duhet edhe shpërblyer. Kështu që një ndër arsyet kryesore është koha dhe mos shpërblimi i orëve të vona që rri unë zgjuar. Pra, të bëj video gjithë muajin për të marrë 100 pound në fund të muajit, personalisht mua kështu ka nesër videot, pra nuk është se kam bërë më shumë se 100 pound. Po të jetoja në Shqipëri ndoshta do ishin mjaftueshëm 200 euro. $200, sepse RPM-ja në gjuhën shqipe është shumë e vogël. Për fakti që unë kam shumë njerëz nga Shqipëria që më ndjekin dhe shqiptarët nuk paguhen. Pra, shikuesi shqiptar nuk paguhen. Bizneset shqiptare nuk investojnë në YouTube. Plus punët, shtëpia, angazhimet e tjera. Pashi TikToku më hapi derën. Pra më erdhën bashkëpunime me pagesa, më erdhën bashkëpunime më shumë se nga YouTube. Ne nga ato bashkëpunime mbahemi. Nuk mbahemi nga një produkt falas. Me syt edhe dua t'ju flas për këtë paletën që është 10/10 dhe kur ju them që ka të bëj shumë produkti që përdor dhe në cilësinë e make-upit që të del, ua them sepse kam marrë nga produkte 1 pound deri në këtë produkt që mund të kushtojë 20 sa pound, po unë e kam bler 10 pound. Po, 10-12 në Tike Max. Unë mundohem t'i blej gjëra sa më të lira dhe ju e dini shumë mirë këtë gjë. E di si do t'i bëjmë syt sot. Jo, si fillim po mendoj të bëj vetullën, pastaj do bëjmë syt. Okej. Të bëjmë vetullat njërë se e kam shumë problem. Ti do t'i pastaj që nuk di si bëhet vetulla, por kam një 2 javë, ja kam marrë dorën, e ne kam gjetur modelin perfekt që më rrini mua. Pra, unë nuk di t'ju shpjegoj juve se si ta bëni vetullën e bukur, por di të them që për veten time kam gjetë një rrugë sillje. Le ta mbaroj një të jashtë kamerave që mos t'ju traumatizoj juve. Edhe të lexojmë pyetjen e dytë. Si vendose të rikthehesh? Atëherë, një, motivi im kryesor për të rikthyer në YouTube, se unë e kam bërë si rrugë, iki, vi, shpresoj mos t'i vi më, kështu them gjithmonë kur vi. Po bëhet shumë e lodhshme pas një periudhe kohë, kuptoni çfarë do të thotë të jesh me 2 fëmijë, por kam shpresa se në janar do çoj Lean, edhe 3 ditë në javë i kam për vete. Edhe mendoj se do ndizoj kontent ato 3 ditë. Si thoni juve që më shkruani gjithkohës, jo na do kemi video këtu në YouTube, platforma jote është YouTube, edhe kam të vërtetuar që unë jam më e mirë në YouTube se kudo tjetër. Pikë për juve ju kam më të mirë këtu. Kemi me të vërtet, kemi një vend të veçantë brenda time. Kur thoni që më njihni nga YouTube, që më daloni në rrugë, më va bëni zemrën mal. Motivuesi im i përhershëm për YouTube-in, shtysi më i madh, ka qenë Albani. Okej, më motivon kuptimi që u bëj video. Nuk është se më ndihmon që të editoj apo kështu, se nuk i jepet, po që më thot, bëj video për YouTube se dua ngopat. E ke pasion, e ke qef, investuar çdo gjë që ja kam kërkuar. S'ka thënë kurrë jo. Nëse, ngritëm vetë lapë, i bëm si të zekri, e të rregulloj. Okej, u bën dhe vetë hajtma, po kur të plotësoj make-upin, do t'i shikoni pak më mirë. Gjithmonë këtë vetullën e bëj më mirë se këtë. Nuk e di pse s'po më pëlqej ka aty në kamerë, po jam totalisht ndryshe live. Po që do përdorim këtë paletën këtu që ua tregova në fillim të videos. A dukem kaq keq në kamerë? Po e dini sa mirë që jam?
në pasqyrë. Çfarë videosh do bësh më shumë tani në YouTube? Po këto që kam bërë gjithmonë. Jetën time si një mami, eksperiencën time pasi çoj lejan në kopësht, si do m'duket jeta, si do e përjetoj, vlogje, vende të bukura për të vizituar në Angli, ndonjë video që ju keni dëshirë ta shikoni, ndonjë challenge, që doni ju domethënë. Nëse doni prank, por mua nuk para më ecin këto video, se në fakt pranë që të duan që ti të dalësh nga vetja jote. Çfarë drejshin paska ke telefoni? Duhem shumë keq në telefon. Good luck to me, edhe Katalea zgjuan. Tani me të vërtet good luck to me. Kush i laston më shumë fëmijët, ti apo Albani? Unë i lastoj pak më shumë. Albani më i sert, edhe një fundjavë që rri me to në vidura, por Albani me të vërtet është babai perfekt, kujdeset për ta, njësoj si unë. Po e dukem shumë më e errët në kamer, se kuptoj arsyeën. Që po thoja, Albani është ai babai perfekt, që çdo kush do donte ta kishte. Po, me Lian nuk kemi pas një balans, më është dash pak punë që Albani të bie dakord me atë që them unë, që Albani të mësoj që rregulli është rregull, se më përpara kur thoshte po, nuk e mbante po deri në fund, po e ndryshonte. Më përpara i llastonte, por kur e pa që po na dilte situata jashtë kontrollit, unë po ai jo, e mori seriozisht dhe ai. Po më ikën rrethi ndërkohë. Po të kanë pyetur shumë që je ndarë me Albanin, si e ke përballuar? Nuk është se kam hasur ndonjë stres të madh, them drejtën, edhe nuk u kthea përgjigje gocave kur më thonin a je ndarë me Albanin, le që njërë në fillim më erdhi një çik si shokim, po që pastaj thash, okay, pse mos ta përdor dhe unë? Edhe si u kthea përgjigje gocave, i lija kështu me pikpyetje. Nuk e keni iden sa ndryshe e kam fytyrën nga në kamera. A han dhe ti çokoladata fshehur azi? Siç ha dhe unë. As nuk diskutohet, se dhe unë e kam bërë si gjë. Kështu që nuk je vetëm. Besoj të gjithë e keni bërë apo jo. Mamat që janë këtu në komente, a e keni bërë apo vetëm edhe kjo goca? Si e menaxhon situatën kur bëjnë si të çmendur? Sepse djali im qan shumë. Atëherë, gjithë problemin me djemt e kemi, edhe djali im ka qenë shumë, ka qenë i vogël, por ndryshon me kalimin e viteve. Bërë qaja me gjithë të, edhe mendoja se problemi jam unë, po nuk jemi ne problemi. Problemi është mosha. Pra, problemi nuk jemi ne, kanë gjë nga njerëz të babit. Të brashaka. Jam gjendur në momente vështirësie, po janë të ndrymet e moshës, do i kalojnë, ndonjëherë unë numroj nga 110 ose nga 10 në 1 që të humbas mendjen, ose e injoroj komplet si situatë. Nëse dikush më shef që unë po i injoroj edhe thonë që çanën është kjo, nuk më intereson më, them drejtën, më intereson të dikur, po nuk më intereson më, sepse kjo është e vetmja mënyrë që ne mund të shmangim të ndrymet që hedhin këta. Ajo që kam bërë pasi i kam injoruar dhe kanë marrë se qarin, e kam përqafuar, i kam thënë shiko, kjo nuk është mënyra e dur që ne të shprehemi. Mora këtë concealer, ma dha dikush, dhe e përdor tani si kontur. Ka një ngjyrë goxha të mirë. Shikojeni? Më pas diskutoj me ta që kjo nuk është mënyra e dur, se si ne i kërkojmë gjërat, apo se si unë do arrit të kuptoj ty se ç'a nevoje ke ti. Por, këtë e bëj dhe për t'i treguar që pavarësisht çdo lloj gjendje tëndes, unë do jem këtu për ty. Atë rrin fëmijët kur del xhiro. Po, jemi shumë mirë, aq mirë sa herë dal do them s'dal më me këta dy. Se di, dukem shumë e errët, nuk e di pse nxjerr iPhone-in kështu. Ç'di?
Cili është momenti i preferuar i ditës tënde? Atëherë, momenti i preferuar i ditës time është kur flen të dy fëmijët për një herë. Kjo gjë ndodh mbas orës 9 darkës. Kam kohë për veten, that's why. Tani një pyetje është, a han mirë fëmijët e tu? Han mirë, por ka një muaj që s'han fare, sidomos pas hollit fundit që u kam bërë, është shumë keq mënyra ushqyerjes, ju kisha bler shumë snacks, gjë e cila nuk do ndodhi më. Mund të ndodhi pas një muaji, kur të migi mutruri, që mos jem unë mirë, nga mendoja. Jap dhe njerë që pikve, po ndërkohë do përdorim këtë produktin. Ky produkti është 10 nga 10, e keni pas me ulje tani 24 pound, dhe ua sugjeroj ta blini nëse e gjeni me ulje, ju ndryshon komplet make-upin. Edhe do ta shikoni tani se si. E bën komplet flawless, bën pjesën këtu që rrudhat të mos më duke, më theksoheshin pra kur bëja kaq shumë make-up. Ndonjëherë duhet të investojmë dhe në veten tonë. Unë kam marrë këtë miksen të drejtën, shqyr që nxorri këtë versionin ajo pa blerun tjetrën, edhe prandaj më prish menja me blese, nga që janë të dyja në një. Kjo është ajo që doja. Kam menduar gjithmonë se të make-upet nuk është se kanë rëndësi të madhe, sa e ke ble, po me atë që mbeti këtu, po japim pak që të heqim komplet këtë shkëlqimin që na ka mbet kështu. Ama? Are you a monster? Yeah. You're beautiful, you're a princess. I am a princess. I'm a monster. But monster is not a princess, monster is scary. So you're not scary. You're beautiful. Who said to you you're a monster? No. Tani e lëm pak kështu edhe pastaj japim një pastrim sa të gjejmë pyetjen e radhës. A zihen shumë fëmijët? Patjetër që zihen, për gjërat më kopi. Zihen, mbyten, hahen, por unë i lej. Po tani sigur e kam sqaruar çik muhabetin me Anitin që lodrat nuk janë më për ty, po janë mësimet. Por nuk e bëj arbitrin, kush fitoj më i miri. E lë çajin, le të përtasin, të lërasin, të fitoj kush doj. A është e vështirë kjo moshë, se kam djalin 5 vjeç dhe po mendoj të bëj dhe një fëmijë. Të sugjeroj ta bësh, e ke djalin moshën e dur, unë e kam nisë kur ka qenë djali 3 vjeç. Kam qenë shtatzan kur ka qenë djali 3 vjeç dhe ka qenë e menaxhueshme situata, kështu që 5 vjeç mendoj se është më lehtë e menaxhueshme. Po ndonjëherë moshën që ti mendon se është më lehtë, del dhe më vështirë. Jo gjithmonë të del lehtë. Eksperienca ime me vajzën është totalisht shumë e mirë edhe ka qenë shumë e sjellshme, ka qenë shumë e ngjushme, ka qenë jo rrumjaxhie, nuk ma ka nxjerrë jetën dhe mendoj që vajza është më kollaj të rrisësh. Atë flen natën, po. Më flen shumë mirë natën fatmirësisht. Ulemi në 8 dhe deri në orën 9 i ka zënë gjumi, edhe fatmirësisht flën gjithë natën. Vajti ora 8, si dashur pa dashur. E në unë, akoma, po bëj make-upin, ndërkohë që duhet isha të vesh Anitin, sepse Aniti po më thot, I don't wanna go to school. Sa e njohim ne këtë shprehje, që nuk duam të shkojmë në shkollë, nuk e njohim. E shikoni pse nuk rregullohen mamat çdo ditë, se duhet të qonë që 5. Okej, mua më vënoi dhe kjo fakti i videos pas. Kush nga fëmijët është më energjik? Ani, ati fëmijë nuk di ti shtoron energji. Atëherë, po përdor këtë lip stain nga Essence. Mendova se është i Katriçës. Në TikTok kam thënë është i Katriçës. Dhe është goxha i mirë për çmimin që ka. Rri goxha gjatë, dhe kjo është ajo që dua. Apo jo. Atë është mërzit Anglia, është një pyetje. Ndonjëherë më është mërzit. Okej. Kam dritaren hapur, dritat ndezur, kem lagje në Bangladesh, edhe këtu jemi si me qenë Shqipëri, kështu që nuk jam nga Shqipëri. Pavarësisht se mund të më ka hëngër ndonjëherë, a flet kush, as flet kush, kush më pa, kush më pa, kam bërë që jam ndjerë unë.
si në Shqipëri, edhe këtu. Pak nga që nuk isha mësuar 4 vite kur kam marrë tek shtëpia, më ka bërë pak përshtypje që shifshin njerëzit që fshahen nga hëna. Si duket, nuk më bë më përshtypje, nuk më duket se më shohin më. Shifem mëre pas kam qenë tu lanë nama dritën. Kam harruar t'ju tregoj edhe këtë, ky setting spray është si ai L'Orealit, po do filloj t'i blej ca produktet L'Orealit, se lexova që nuk i testojnë te kafshët produkte që shiten në Europë dhe në Angli. Kështu që nuk më intereson se ç'a ndodh në Kinë, shoku. Kina ka rregullat e veta, mjafton që unë të mos i përdor produkte që bëhen në Kinë. Ka menduar se i teston të gjitha produktet kudo, kështu që mund të shkoj tek ca produkte të L'Orealit, se këtë e kam bler për të zëvendësuar L'Orealin, por ka bërë më shtrenjtë se L'Orealit. Është gjë e mirë se po ta vë tani, nesër kur të hi make-upi. Ti lëshojmë dhe flokët që ta shihni make-upin e plot. I lava mbrëm, e në sot i bëra kështu. Wow! Sa super! Si kisha menduar kështu fakt. Ti edhe çik llak, më vjen gjëna se duhet t'i laj darkë. Kështu që po i lë kështu. Wow! 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 Më vjen shumë keq për pamjet që keni pa deri në gjysmë videos, por shikojeni pak sa nice doli make-upi, por në fakt nuk kam vendosur akoma highlighter. Oh my god, jam shumë e surprizuar, se veç i kam kap rastësisht mbrëmë. Kështu, po shi sa mirë të rrin flokët kur i kap gërshet. Okej, mos harroni të shtypni subscribe, like dhe share. Ju dua shumë 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 dhe shihemi tek video tjetër që do ju bëj sugjerimet se ku mund të shkoni në Londër, kur vini si vizitor, për vitin e ri, dhe unë mendoj që vendi më i bukur në botë për të festuar Krishtlindjen dhe vitin e ri është Londra.